Ministri i jashtëm gjerman, Guido Westerwelle, ka takuar protestuesit pro-europian të Ukrainës në sheshin e pavarësisë në Kiev. Ai ka vizituar ato së bashku me udhëheqësin e opozitës, Vitali Klitschko. Westerwelle ka thënë se dyert e Bashkimit Evropian mbeten të hapura për Ukrainën, pavarësisht vendimit të qeverisë për të mos nënshkruar marrëveshjen e asociimit me Bashkimin Evropian. Vendimi i qeverisë ka shkaktuar protesta të mëdha në Ukrainë, që prej revolucionit të portokallt në vitin 2004, vetë qeveria ka deklaruar se ka një tentativë nga opozita për marrjen e pushtetit me dhunë, ndërkohë që 3 ish-presidentët e Ukrainës post-sovjetike mbështesin manifestimet antiqeveritare që po ndodhin aktualisht në vend. Ato shprehin solidaritet me manifestimet paqësore, sipas faqes së internetit të forcës politike Jukoshenkos. Dhjetra mijëra protestues kanë rrethuar institucionet qeveritare në Kiev gjatë ditëve të fundit, të revoltuar nga vendimi i ligjvënësve për të hedhur poshtë marrëveshjen me tregtinë e lirë me Bashkimin Evropian, kushtëzuar me lirimin e ish-kryeministres së burgosur Timoshenko. Sipas opozitës dhe manifestuesve, autoritetet janë duke ju nënshtruar presionit rus që e konsideron vendin në sferën e tij të influencës dhe në këmbim të refuzimit të ofertës së BE-s që i ka ofruar Ukrainës pjesëmarrje në një zonë të tregtisë së lirë që Rusia ka krijuar së bashku me Bielorusinë në Kazakistan. Kryeministri i Ukrainës i ka paralajmëruar protestuesit antiqeveritar të japin fund tensioneve në rritje, ndërkohë që në vende të tjera dhe grupet të drejtave të njerëzit kanë shprehur shqetësim lidhur me masat shtypse të policisë ndaj demonstruesve. Kryeministri Azarov tha sot gjatë një takimi në kabinetin e tij se qeveria po tregon tolerancë dhe paralajmëroi se personat që thyen ligjin do të ndëshkohen. Ndërkohë, në një deklaratë të bërë gjatë mërkurës, ministri i jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, paralajmëroi NATO-n kundër ndërhyrjes në Ukrainë. NATO kishte dënuar më parë përdorimin e tepruar të forcës kundër protestuesve pro-europian në Ukrainë.